Atletika Shkodrane rikonfirmohet si më e mira e atletikës shqiptare. Atletët shkodran kanë dominuar në garat e zhvilluara për 2 ditë me radhë në stadiumin Elbasan Arena dhe si rrjedhoi me 186 pikë të grumbulluara kanë zënë vendin e parë në renditjen ekipore. Ndërkohë një tjetër sukses i atletikës shkodrane është edhe rekordi kombëtar i përmirësuar nga Franco Burraj në vrapimin 200 metër, ku nga 21:19 që ishte më herët i mbajtur po prej tij e uli në 21:3 sekonda, një rezultat ky i cili me 1062 pikë olimpike të grumbulluara e shpalli atë si atletin më të mirë të kampionatit. Ishte një garë fantastike, ku ishte masë e përkryer edhe erdhi rekord me rezultat shumë të mirë në garën e 200 metrash. Besoj se 100 metrash e dytë ishte më final, që vjen nga baza e stëvitjes për garën e 400-shit. Gara ishte shumë e mirë, ishte një ditë e lodhshme sepse ditën e parë kishim garën e 400-shit, natyrisht rezervat nuk janë ashtu të mëdha, por arritëm sukses edhe thime rekordin kombëtar. 2 rekordet e vendosura nga Burraj, i pari 2 muaj më parë në stadiumin Lor Buriçi dhe i dyti në Elbasan Arena, janë nxitje që premtojnë përmirësimin e 2 rekordeve të reja edhe në aktivitetin e ardhshëm ndërkombëtar që zhvillohet pas 2 javësh në Sloveni. Ne shpresojmë që në garat e ardhshme, pas 2 javëve që zhvillohet në Sloveni, jemi përsëri me rekord kombëtar, të pas parasysh sepse janë garat ndërkombëtare dhe konkurenca është edhe më e madhe, kështu që atje do të besoj do të jemi me 2 rekorde kombëtare. Kemi thyrë rekordin në Shkodër edhe në Elbasan duke pas parasysh se nuk kemi pas konkurrencë, edhe natyrisht ne shpresojmë që konkurenca do të na bëjë që të shtyjmë më shumë edhe të cejmë rekordin. Kemi një garë shumë të rëndësishme që është në fund të korrikut, që është kampionati ballkanik, që do të zhvillohet në Greqi. Aty natyrisht ne shpresojmë paktën të jemi në zonën e medaljeve. Pse jo me një rekord përsëri, por në fillim jemi duke u fokusuar tek Slovenia. Gjithë progres kaq pozitiv, ku pritet të mrej Franco Burraj? Po besoj që ne duke bërë stëvitje edhe për vitet e ardhshme. Në vitin tjetër kemi shumë gara të rëndësishme që janë shumë benefitive për mua si sportist. Kemi lojët mesatare që ne na mungon një medalje në lojët mesatare. Kemi hupur një medalje para 4 viteve dhe shpresojmë që paktën në vitin që vjen të jemi në zonën e medaljeve.